një vit vetëm për të nënshkruar kontratën për hartimin e projektit. Jam të prit një raport edhe prej policisë. Me 5 mars të këtij viti raportuam pikërisht nga ky vend për bllokimin e segmentit të 27 të autostradës Ibrahim Rugova pas rrëshqitjeve të dheut. 9 muaj pas, po raportojmë përsëri nga i njëjti vend dhe siç po e shihni, dheu nuk është larguar. Kjo pjesë e autostradës vazhdon të jetë e bllokuar. Si pasojë e kësaj, automjetet të cilat qarkullojnë nga Morina në drejtim të Prishtinës detyrohen të devijojnë dhe të kalojnë në korsin tjetër të autostradës. Me 12 dhjetor, në një aksident që ndodhi pikërisht në këtë vend, vdiqën 2 shtetase të Shqipërisë. Nga Ministria e Infrastrukturës, para 9 muajve kishin deklaruar se brenda vitit 2025 do të intervenohet në të gjitha vendet ku ka rrëshqitje dheu përgjatë autostradës Ibrahim Rugova. Kjo pjesë është duke lëviz viteve të fundit pak më shpesh. Mu për këtë Ministria ka planifikuar që këtë vit, në buxhetin e vitit 2025, është i paraportur rehabilitimi i skarpateve të autoudhës prej Morinës deri në Gjurgjis. Prandaj edhe më tej besa edhe te pjesa për podjeve që shkon në ato lidhje. Si vjetë do të bëhet intervenimi më gjithëpërfshirës në gjitha skarpatet e autoudhës, lëvizjet po na ndodhin, rrëshqitjet po na ndodhin, prandaj është e domosdoshme një rehabilitim më gjithëpërfshirë. Për të kuptuar sepse edhe përkundër premtimeve një intervenim i tillë nuk ka ndodhur, ne kemi kontaktuar drejt për drejt me ushtruesin e detyrës së drejtorit të Departamentit për Menaxhimin e Rrugëve. Çamil Feka, në një bisedë me Kallzo.com, tha se brenda kompetencave të tij ka bërë kërkesa në departamentet përkatëse që në këtë pjesë të intervenohet menjëherë. Çato që ti kanë thonë atëherë, çato veprime i kanë marrë, kemi qenë në infrastrukturë, kemi kërkuar që të bëhet intervenime, sanime se ato nuk bëhen me mirëmbajtje ato sanime, nuk bëhen me mirëmbajtje. Infrastruktura ka iniciuar procedurën, ne ka bu projektin, pse nuk e kanë iniciuar procedurën prokurimit, të u të mbytja ata. Ata që kur ta marrim kontratën e zbatojmë, ne ende kontratës kemi pas. Ato që ka bjun është kjo, që projekti financiar, projekti kur është hartu si projekt, vlera financiare e intervenimit ka qenë shumë e lartë. Dhe në Departament të Infrastrukturës Rrugore kanë thonë se nuk kemi buxhet. Në takimet që kemi pas, unë më kam përcjellë, nëse nuk keni buxhet për gjitha sanimet, shpallni tender për ato të cilat janë me rrezikshmëri më të lartë. Dhe kjo çështje ka qenë po. Nuk di më manena, zyrtarisht më nuk di kush. Domthon te kërkesa jote për sanime të pjesë ku është situata më e jashtëzakonshme. A ka qenë edhe që kjo ku ka ndodhur aksidenti? Kjo ka qenë e parë, në fakt ka qenë kërkesa e parë, edhe kanë thonë këtu e kemi situatën të keqe, e mos pritni me bufarët për krejt autostradën për me sanu. Dhe që domthon ju keni bërë kërkesë që me u sanu që kjo pjesa ku ka ndodhur aksidenti ju keni drejtu. Sanimet me rrezikshmëri të intervenotës, mos pika parë kjo ka qenë. Shi na dim se aty është dukur rruga, nuk gjitha informacionet që mos me prit verë, mos me prit timin nashëm që ka qenë. O shtyt deri sot. Pse u shtyt? Arsyet pse u shtyt, nuk e di. Pra, ushtruesi i detyrës së drejtorit në Departamentin e Menaxhimit të Rrugëve tha se ka bërë kërkesa për të iniciuar procedura tenderuese që të paktën në vendet ku ka rrëshqitje të dheut e që janë më serioze të intervenohet. Por sipas tij, kjo nuk ka ndodhur. Pasi kemi hulumtuar, kemi kuptuar se Ministrisë së Infrastrukturës është dashur një vit vetëm për të nënshkruar kontratën për hartimin e projektit për intervenim ku ka rrëshqitje dheu. Tenderi për hartimin e projektit ishte iniciuar me 31 janar të vitit 2024, teksa kontrata ishte nënshkruar vetëm pas një viti, me 21 janar të vitit 2025. Pra, po flasim vetëm për hartim të projektit, jo kontratën për të intervenuar. Tenderi për hartimin e projektit ishte pezulluar 3 herë pas kërkesave për rishqyrtim nga operatorët ekonomik, kurse me 15 tetor të vitit 2025 ishte nënshkruar edhe një kontratë për punë shtesë në kuadër të këtij tenderi. Duke përfshi këtë kontratë, mund të themi se vetëm për hartimin e projektit për të sanuar rrëshqitjet e dheut,
Ministrisë së Infrastrukturës i janë dashur gati 2 vjet. Regjo Osmanaj, ushtrues detyre i drejtorit në Departamentin e Infrastrukturës Rrugore, tha se vonesat në procedurat e prokurimit duhet të adresohen në zyrën e prokurimit. Sidoqoftë, ai tha se dosja e tenderit për të sanuar rrëshqitjet e dheut është duke u bërë gati. A vlerësoni që ka pas zvarritje në procedurë të prokurimit, edhe që kanë mujtë nështa me u kry pak e zma herët qëto procedura? Ta është thëmë drejten, sa i përket procedurat prokurimit, mund është me kontaktu me drejtorin e prokurimit. Ajo s'ka më i më thonë se projekti është hartu, edhe këto javët e fundit i me konë të umor me pregaditjen e dokumentacionit për inicim procedurës prokurimit për sanim të rrshitjeve. Po shpresoj që mrena këtyne, s'po më i më thonë 2-3 ditë, deri në fund të javës inicohet procedura për sanimin e disa rrshitjeve, se kemi shumë rrshitje. Edhe me projekt, do më thonë ka do lira me madhe se sa buxheti që e kemë, mirë po i kemi zedh disa rrshitje ku janë ma kritike. A bën pjesë dhe kjo vendi ku ka qenë aksidenti? Po, kjo gjithsesi bën pjesë. Do më thonë që mrena kësaj jave do të inicohet procedura për sanim qasoj rrshitje edhe 2 rrshitjeve tjera aqë sa e mbulon buxheti për këtë vit, ndërsa me tjera do të vazhdojmë vitin e ardhshëm. E a ka mujt ma herët për shkak në disa vende ku ka qenë pak ma situata rrezikshme si në rastin e aksidentit që me u bë sanimi ma herët? Na pa e pos projektin s'kemi mujt me inicu procedurë. Për ata dhe është inicu procedura për me bo projektin fillimisht, se është këgja pun e madhe që ka më bo, e u do është më bo shqyrtime geomekanike prej kompanisë projektuse. Në momentin që kemi morë projektin, është kontrolu projekti, është bo pranimi i projektit, edhe mandej kemi zilë cilat rrshitje mujmë, qysh se 2 javë na jemi konë të pregadit dosjen, po pa projekt nuk kemi mujt me inicu në i procedurë, pa e ditë që ka duhet me intervenu aty. Meq, ushtruesi detyres e drejtorit në Departamentin e Infrastrukturës Rrugore Regjo Osmanaj, tha se për zvarritjet e procedurave të prokurimit të drejtohemi në zyrën e prokurimit, ne kemi biseduar me Ndryshim Mustafën, shef i prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës. Mustafa tha se zyra e prokurimit nuk mund të mbahet përgjegjëse për këto vonesa. E pam që është hap një tender në fillim të janarit të 2024-ës, edhe nuk ka mujt me unë nënshkru deri në janar të 2025-ës. A vlerësoni që jënë zvarrit pak kështu procedurat e prokurimit? Jo, nuk tash puna zvarritjes nuk mujna me thonë që e ka po prokurimi, zyra prokurimit, të zakonisht ankesat përndohen kur po ka ankesa në SHP dhe kërkesa për shqyrtim. Zakonisht ankesat po bënohen në SHP, trajtimi tyre, për shkak të planëve të mëdha që po shkojnë atje. Mi po në 2024 nuk kanë qenë heq në pjesën e infrastrukturës. Aty nuk jam ngjarje. Edhe ministrin e detyrës e infrastrukturës Hysen Durmishi tha se zvarritjet nuk varen prej ministrisë që ai e drejton. Duke premtuar intervenim të shpejt në disa prej rrëshqitjeve që rrezikojnë qarkullimin e qytetarëve, Durmishi tha se edhe qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm. Po tash zvarritjet nuk po mbarën prej meje, po mbarën prej USHP-s, na kena fillu procedurën. Tash e kemi bërë dhe projektin komplet. Janë të përgatit dokumentacioni për me fillu procedurën për mi drejtu të gjitha rrshitjet në rrugën Ibrahim Rugova. Tash nuk mundesh me bos, na nuk kemi kontrata për me intervenu me njëherë kur ndodhin rrshitjet, kudo që ato ndodhin, po keq ka bojmë, vendosim sinjalistik. Aty kemi bërë devimi, kemi vendosur sinjalistik, mirë po edhe qytetarët që qarkullojnë do të mi pas parasysh qytet atmosferike, gjatë vozitjes, respektu sinjalistikën. E këto. Ju personalisht a keni marrë ndonjë themi kështu veprim ose a keni marrë personalisht me çështjen mas 2-3 ditëve të fundit? Kur edhe ka ndodhur aksidenti? Jam marrë me çështjen. Policia atje kanë qenë vetë drejtori i departamentit në vend të ngjarjes bashkë me policinë e Kosovës, me kompaninë, me menaxherat e kontratës.
Jam të e prit një raport edhe prej policisë krejt këto. Kërkesa ime vazhdueshme, disa herë kam bë postime personalisht që ne jemi duke kujdes për mirëmbajtjen e rrugëve, por do të me pas kujdes është sezoni i dimrit. Komplet projekti për rehabilitimin e komplet, jo vetëm rrshitjeve, po dhe shtresës qarkulluese të autostradës Ibrahim Rugova e kalon buxhetin që ne kemi planifikuar. Mirë, po ne tash e kemi bënë një prerje dhe jemi të fillu procedurën me atë sa kemi buxhet, mënyrë që të trajtojmë dikon 4 rrshitje, të cilat janë pak më serioze. E pjesën tjetër, mandej e trajtojmë pasi që ta miratojmë buxhetin kur bëhet qeveria re, kur bëhet kuvendi i ri. Ne kemi tentuar të kuptojmë edhe nëse ka pasur ankesa në organin shqyrtues të prokurimit lidhur me tenderin për hartimin e projektit në fjalë, por aktualisht faqja e OSHP-s është jashtë funksioni. Kemi dërguar pyetje, por deri në këto momente nuk kemi marrë përgjigje. Sidoqoftë, Ministria e Infrastrukturës planifikon ndërhyrjen urgjente në 4 vende ku rrshitjet e dheut janë vlerësuar se paraqesin rrezik të madh. Kurse për intervenimin në pjesë të tjera të autostradës Ibrahim Rugova duhet të pritet fillimisht mbajtja e zgjedhjeve parlamentare me 28 dhjetor e pastaj edhe formimi i institucioneve.